E imagjinoj që nëse ke klikuar, është sepse do të përmirësosh llogarinë tënde në Brawl Stars si një lojtar free to play, ose ndoshta edhe ta maksimizosh atë. E po, ke bërë gjën e duhur duke kërkuar informacion, sepse nuk është as pak e thjeshtë, sidomos kur sapo ke filluar. Edhe lojtarët më me përvojë ende nuk i dinë të gjitha truket që të lejojnë të përparosh në lojë në mënyrën më optimale. Pikërisht për këtë arsye, sot po të ofroj 5 këshilla që do të ndihmojnë të përparosh si një lojtar free to play në Brawl Stars. Këto janë këshilla të përditësuara që do të përshpejtojnë progresin tënd dhe do të japin metoda konkrete për të ecur përpara në lojë pa shpenzuar para. Qëllimi këtu është të arrish të maksimizosh llogarinë tënde, domethënë të zhbllokosh të gjithë personazhet dhe gjithçka tjetër që mund të zhbllokohet në lojë. Prandaj sinqerisht të rekomandoj të qëndrosh deri në fund të videos, sepse ka vërtet disa këshilla që do të të ndihmojnë. Nëse je i ri këtu, mos harro të abonohesh në kanal. Po mbështetjen të ti. Dhe jep një pëlqim të vogël. Dua të bëj një test. Të gjitha ata që po ja shikojnë këtë video, lini një pëlqim që të shohim sa veta po ja shikojnë. Dhe me që kjo u bë, të propozoj të fillojmë videon. Pra, para se gjithash, për të bërë përparim, duhet patjetër të zhbllokosh sa më shumë brawlera që të jetë e mundur. Dhe pikërisht për këtë arsye, 5 këshillat në këtë video do të jenë të domosdoshme që të arrish këtë. Prandaj, mos humbasim më kohë. Këshilla e parë është të jesh aktiv. Duhet patjetër të futesh çdo ditë në lojë. Disa fillestarë mund të mos e kuptojnë pse është kaq e rëndësishme të futesh çdo ditë. E po, është shumë e thjeshtë. Duke qenë aktiv, do të kesh mundësinë të zhbllokosh shpërblime që do të zhduken nëse nuk luan ose nuk i kërkon ato. Për shembull, çdo ditë në Brawl Stars merr 6 çmime villi falas. Gjithçka që duhet të bësh është të fitosh një ndeshje. Është shumë e thjeshtë. Dhe në këto çmime villi mund të marrësh ar, pikë fuqie ose ndoshta edhe brawlera të gjitha. Falas. Këto shpërblime janë të rëndësishme dhe do të luajnë një rol vendimtar për të ndihmuar të përparosh në lojë pa paguar. Duke qenë i qëndrueshëm dhe duke u futur çdo ditë në lojë, mund të mbledhësh një mori shpërblimesh. Le të marrim si shembull dyqanin. Çdo ditë ka një dhuratë të re, ose madje 2 nëse ke Brawl Pass Plus që shfaqet në dyqan dhe pret vetëm të merret. Tani, këto nuk do të jenë dhurata të jashtëzakonshme, por ndonjëherë mund të bjerë fati i madh. Këto do të jenë si dhurata të mëdha që, për shembull, të lejojnë të zhbllokosh shumë më tepër PowerPoints një herësh, ose shumë më tepër kredite. Dhe nëse nuk shkon ti marrësh këto dhurata të mëdha, atëherë do t'i humbasësh, nuk do t'i shohësh më. Ose në rastin më të mirë do të duhet të presësh gjatë që të vijë një tjetër mundësi e tillë. Një këshill tjetër shumë e rëndësishme është të gjesh një klub për veten tënde. Tani, jo domosdoshmërisht për të bërë miq dhe për të biseduar, edhe pse ndonjëherë kjo mund të jetë e dobishme, por do të duhet të bashkohesh me një klub për të pasur akses te Megapit. Megapit është si një sfidë e madhe kolektive për të gjithë klubin për të zhbllokuar çmime rriesh. Në momente të caktuara do të kesh mundësinë fal biletave të nisësh ndeshje që do të ndihmojnë të gjithë klubin të përparojë gjatë këtij eventi. Nëse fiton. Në fund, të gjithë anëtarët e klubit mund të hapin arkën e derrit dhe sa më shumë të ketë përparuar klubi, aq më e mbushur do të jetë arka. Siç mund ta shihni, do t'ju duhet të gjeni një klub aktiv dhe mbi të gjitha, të jeni vetë aktiv dhe të kontribuoni në përpjekjen kolektive të klubit. Qëllimi do të jetë qartësisht që arka e derrit të mbushet në maksimum. Mund të fitoni deri në 20 çmime rriesh sapo arka të jetë plot, dhe nëse jeni ndër të parët, do të merrni çmime shtesë rriesh. Thjesht, nëse përfundoni i pari dhe arka juaj është plot, mund të merrni më shumë se 4 ditë çmime rriesh për një herë. Është vërtet e madhe dhe patjetër duhet të përfundoni Mega Arkën dhe të jeni në vendin e parë. Edhe nëse nuk jeni i pari, s'ka problem, për sa kohë që Mega Arka është plot. Për të gjetur një klub, thjesht mund të kërkoni në Brawl Stars, duke përdorur këtë buton. Mos keni frikë të largoheni nga një klub nëse nuk ju përshtatet. Gjeni një klub aktiv për veten tuaj. Nëse ndonjëherë keni nevojë për ndihmë, mund t'i bashkoheni serverit tim në Discord. Atje do të keni një buton për të kërkuar klube apo edhe bashkëlojtar. Pasi të keni vendosur rutinën tuaj të vogël me klubin, mund t'ju them se do të përparoni shumë shpejt në llogarinë tuaj. Prandaj është shumë e rëndësishme të qëndroni aktiv. Në lojë, hyni çdo ditë për të mbledhur 6 shpërblimet tuaja me hyrje. Kontrolloni dhuratat në dyqan dhe sidomos ofertat. Ndonjëherë do të ketë disa shumë interesante që do t'ju ndihmojnë të përparoni në lojë. Mos merrni ofertat që janë të shënuara si të dy fishta. Nuk ja vlen vërtet. Në vend të tyre, kërkoni për oferta që janë 4 herë, 5 herë apo edhe 6 herë, që do të thotë se oferta është 5 herë më e lirë, se vlera e saj reale nëse shkruan 5 herë.
Prandaj, shikoni me kujdes çdo ofertë dhe vlerësoni të mirat dhe të këqijat për të parë nëse mund ta përballoni ta blini. Përveç shpërblimeve të mundshme falas që mund të zhbllokoni, të luani. Çdo ditë do t'ju lejoj të provoni shumë më tepër mënyra loje, disa prej të cilave janë të përkohshme dhe jashtëzakonisht të lehta për të fituar trofe. Për shembull, në mënyrën Godzilla ka disa përbërje skuadrash që dominojnë gjithçka. Dhe nëse nuk je aktiv, nuk do ta luash këtë mënyrë. Dhe për rrjedhoj do të humbasësh mundësinë për të fituar trofe shumë lehtë ose shpërblime të tjera. Gjithashtu do të jetë jashtëzakonisht e rëndësishme të kontrollosh misionet e tua. Çdo ditë do të kesh misione ditore. Këto misione kanë veçorinë që zhduken pas 24 orësh, ndaj çdo ditë duhet të krijosh një rutinë për veten tënde. Shko kontrollo se cili është misioni i ri ditor dhe mbi të gjitha, sigurohu që ta vësh përparësi për ta përfunduar. Për shembull, në rastin tim duhet të shkaktoj 60.000 pikë dëmtim, dhe misioni tjetër ditor është gjithashtu të shkaktoj 60.000 pikë dëmtim me një mënyrë të caktuar loje. Do t'i bëjmë këto misione menjëherë. Në rastin tim është shumë e thjeshtë. Mjafton të luaj Game Grab ose Duo Shodown dhe të shkaktoj 60.000 dëmtime, që të përfundoj të dy misionet e mia ditore njëherësh. Nuk të merr shumë kohë dhe do të jetë thelbësore për të ecur përpara në Brawl Pass. Sa më shumë misione të përfundosh, veçanërisht ato ditore, aq më shumë XP do të fitosh dhe aq më e lehtë do të jetë të përparosh në Brawl Pass. Dhe Brawl Pass është vërtet një mënyrë ari për të ecur përpara në lojë. Është realisht gjëja numër 1 për të cilën duhet të synosh. Vetëm në një Brawl Pass falas do të marrësh 8.000 monedha ari, 1.000 kredite dhe 2.000 pikë fuqie. Kjo është vërtet një ndihmë e madhe për të avancuar në lojë. Siç mund ta shihni, të jesh aktiv është shumë e rëndësishme për të përparuar në Brawl Stars. Çdo mundësi që mund të kapësh është e rëndësishme. Nëse nuk futesh në lojë për disa ditë, mund të humbasësh një çmim të madh në dyqan ose ndonjë shpërblim mylli që Brawl Stars ka vendosur të japë. Si lojtar pa pagesë, çdo shpërblim mylli shtesë ka rëndësi dhe duhet t'i zhbllokosh ato. Prandaj qëndro aktiv dhe informohu gjithmonë për lajmet më të fundit në Brawl Stars. Ndoshta në disa momente Brawl Stars do të ofrojë shpërblime hylli në dyqan ashtu siç bëri së fundmi, ose edhe lidhje që të lejojnë t'i zhbllokosh ato. Dhe nëse nuk je aktiv ose nuk i ndjek lajmet, do të jetë e pamundur për ty t'i zhbllokosh ato. Sigurisht, kjo nuk është ajo që do të përbëjë pjesën më të madhe të përparimit tënd, por gjithmonë është mirë të përfitosh nga këto mundësi. Pasi të jesh aktiv, pika tjetër është të rritësh kreditë e tua. Pra, edhe nëse je aktiv, nëse nuk ke fare kredi, nuk do të shkosh shumë larg. Kredit janë një nga monedhat më të rëndësishme në Brawl Stars. Ato të lejojnë të zhbllokosh pra lerën. Prandaj do të duhet patjetër të rritësh kreditë e tua për të përparuar në lojë. Dhe për t'i zhbllokuar ato, ke disa mundësi në dispozicion. Së pari, në Brawl Pass do të marrësh 1000 kredi nëse e përfundon, pa përmendur çmimet me yje që do të fitosh në fund të Brawl Pass nëse shkon për shpërblimet bonus. Sepse nëse je të paktën disi aktiv deri në fund të sezonit, do ta kesh përfunduar Brawl Passin dhe për rrjedhoj do të kesh një rezervë çmimesh me yje për të zhbllokuar. Dhe për të kthyer te kredit tona, mund t'i zhbllokosh ato në çmimet me yje. Por kjo nuk është e gjitha. Do t'i gjesh gjithashtu në dyqan dhe më e rëndësishmja në këto, në masterias. Çdo brawler ka masterin e vet, e cila do të jap një grup shpërblimesh unike, kështu që mund të marrësh power points dhe më e rëndësishmja, kredi. Prandaj do të duhet të bësh gjithçka që mundesh për të rritur masterit e brawlerëve që tashmë i zotëron. Sepse ka shumë kredi për të zhbllokuar, por nëse nuk i ke brawlerët, ato kredi nuk mund t'i marrësh. Prandaj bëj një inventar të brawlerëve që ke dhe sidomos të atyre që dëshiron të luash. Nëse, për shembull, brawleri yt i preferuar është Broke, atëherë luaj atë. Sa më shumë ta luash atë, aq më shumë do të mund të përparosh në masterin tënd dhe të zhbllokosh kredi. Kjo do të lejojë të zhbllokosh brawler të rinj dhe rrjedhimisht të zhbllokosh edhe më shumë kredi. Siç mund ta shohësh, është pothuajse një cikël i vazhdueshëm. Prandaj bëje prioritet të përfundosh të gjitha masterit për brawleret e tu dhe ndalu te masteri Silver 3, sepse pas asaj shpërblimet janë thjesht bonuse që nuk të ndihmojnë të përparosh në lojë. Për të dhënë një ide, 5.800 pikë janë të barabarta me 150 kredi. Pra, në atë nivel do të kesh zhbllokuar të gjitha shpërblimet e mundshme që do të të ndihmojnë të përparosh në lojë. Dhe pastaj, në 10.300 pikë, thjesht merr një emot të Broke. Do të duhet 2 fish më shumë kohë vetëm për të zhbllokuar një emot të Broke. Pra, për sa kohë që doni të përparoni sa më shpejt dhe lehtë të jetë e mundur, mos shkoni përtej zotërimit të nivelit 3 të argjend, dhe ndërsa përparon në masterit e tua, logjikisht do të ecësh përpara edhe në trofi road, dhe kjo gjithashtu do të lejojë të zhbllokosh kredi. Për shembull, në 3.700 trofe mund të mbledh 400 kredi.
Dhe në fakt, kjo është mjaft mirë dhe sigurisht nuk janë vetëm kredi. Gjithashtu merr ar. Çmimi yj është dhe ndonjëherë edhe çmimi yj është mitike ose legjendare. Pra, sa më shumë të luash Brawl Stars, aq më shumë do të shpërblehesh. Megjithatë, më lejoni t'ju paralajmëroj menjëherë, nuk do të jetë e lehtë. Do të duhet të luani shumë dhe çdo ditë. Brawl Pass nuk është diçka që do ta përfundoni sa hapen mbyll syt. Dhe dua të theksoj, mos u përqendroni vetëm te kredit. Sigurisht është monedha më e rëndësishme në lojë sipas mendimit tim, por ari, pitët e fuqisë dhe gjemat janë po aq të rëndësishme. Dhe pikërisht për këtë arsye duhet patjetër të përfundoni të gjithë Brawl Passin pa lënë asnjë nivel pa marrë. Sa më shpejt ta përfundoni, aq më shumë mundësi do të keni për të fituar çmime hylli bonus. Dhe mund t'ju them se në fund, duke mbledhur këto çmime hylli, do të fitoni shumë pikë të arta fuqie. Dhe sapo t'i keni marrë të gjitha këto shpërblime, do t'ju duhet të filloni të kurseni. Shumica e masterive tuaja janë mjaft të avancuara, keni qelur disa bralera, jeni në rrugën e dur. Megjithatë, fatkeqësisht, mjaft prej jush do të bëjnë gabimin duke menaxhuar keq burimet tuaja. Burimet tuaja janë të vlefshme dhe për të përparuar në lojë, do t'ju duhet t'i shpenzoni ato. Me mençuri, para së gjithash, menaxhoni xhemat, do t'ju duhet të kurseni sa më shumë të jetë e mundur. Imagjinoni sikur jeni në bank, doni të mbani sa më shumë nga kursimet tuaja. E po, është e njëjta gjë edhe këtu. Gjemat tuaja duhet t'i përdorni për të blerë oferta dhe absolutisht jo për bralera apo edhe më pak për skine. Dhe kur flas për oferta, kam parasysh ato që ju lejojnë të çelni ar ose PowerPoints. Shenj një artikull kozmetik të bukur në ofertë dhe të vetmja gjë që do është të shpenzosh gjemat për ta blerë. Por ky është një gabim i madh. Gjemat janë për t'u përdorur për të blerë oferta në lojë që të mund të përparosh. Dhe nëse do të blesh skine, ke Blinks. Kjo është një monedhë e krijuar posaçërisht për këtë qëllim. Duke hyrë në katalog, mund të zgjedhësh skinin që dëshiron dhe ta blesh nëse ke mjaftueshëm Blinks. Blinks mund t'i fitosh nga çmimet e yjeve, ose edhe në disa evente të caktuara. Kështu që, nuk ke pse të shqetësohesh për këtë. Menaxhimi i burimeve të tua do të thotë gjithashtu të dish si t'i shpenzosh ato. Gjithë ari dhe PowerPoints që mund të marrësh do të të ndihmojnë të përparosh më lehtë. Me to, mund të rrisësh nivelin e bralerëve të tu, të blesh pajisje ose Star Powers, dhe kështu të përparosh më lehtë në lojë. Prandaj do të duhet të zgjedhësh cilin braler të përmirësosh. Mos e çoje një braler në nivelin 11 nëse nuk di ta luash ose nëse mendon se nuk do ta luash më vonë. Akoma më keq, mos bli gjithçka të mundshme për një braler. Shikoj disa njerëz që sapo hapin një braler të ri, menjëherë blejnë të gjitha pajisjet, të gjitha Star Powers dhe të gjitha Gears. Kjo është thjesht malëzi e plot. Nëse je një lojtar free to play, ari është vërtet i çmuar. Të paktën, nëse përmirëson një braler në nivelin 11 ndërkohë që bralerat e tjerë i në nivelin 8, nuk është ideale, por nuk është ndonjë problem i madh. Në kuptimin që ky braler në nivelin 11 mund të hyjë gjithmonë në punë më vonë kur të kesh bërë përparim të mirë. Nga ana tjetër, të shpenzosh arin kod për një Gear ose një Star Power që nuk do ta përdorësh kurrë ose që nuk është as pak i fortë, kjo është vërtet humbje. Nuk do ta marrësh kurrë atë arë mbrapsht. Edhe unë vetë kam bërë atë gabim dhe tani po e kuptoj. Bleva një Gear mbrojtës për 1000 ar për El Coston, edhe pse është krejtësisht i padobishëm. Nuk do ta përdor kurrë mbrojtësen të El Costo, i cili është tashmë një tang. Nuk i shërben asnjë qëllimi dhe humba 1000 ar për shkak të marrëzisë sime. Siç po e shihni, duhet të jeni vërtet të kujdesshëm se ku i shpenzoni parat tuaja. A është e mençur të blesh këtë fuqiylli? A ke vërtet nevojë të blesh këtë pajisje? Mendoje disa herë para se të shpenzosh arin tënd. Do të ishte budallavët të pendoheshe për një blerje. Një këshill tjetër shumë e rëndësishme është të optimizosh llogarinë tënde. Siç e di, burimet e tua janë të vlefshme dhe duhet t'i menaxhosh me mençuri. Duhet të optimizosh llogarinë tënde sa më mirë që të jetë e mundur që të jetë e balancuar. Më lejoni ta shpjegoj. Disa prej jush kanë zakonin e keq t'i lini disa nga bralerat tuaj në nivelin 1 dhe kur nuk i luani, ndërkohë që në të njëjtën kohë ngrini disa braler të ashtu quajtur open. Në nivelin 11. Duke vepruar kështu, përparimi juaj do të ngadalsohet shumë, sepse po, do të jeni shumë të fortë me disa braler, por çfarë ndodh me të tjerët? Duhet t'i luani edhe ata braler. Nëse doni të përparoni, kjo është vërtet ajo që duhet të bëni. Nuk mund t'i lini disa braler më njanë vetëm sepse nuk ju pëlqejnë ose sepse janë më të dobët. Gjithsesi duhet t'i luani, shkoni hap pas hapi. Së pari, çoni të gjithë bralerat tuaj në nivelin 7 të fuqisë, pastaj në nivelin 9 për të zhbllokuar Star Powers. Pasi ta keni bërë këtë, do të mund të zgjidhni gadgets ose Star Powers që janë të forta, por mos zgjidhni thjesht një gadget për shembull për çdo braler. Nëse nuk keni mjaftueshëm ar, zgjidhni gadgetin me kujdes. Merrni vërtet vetëm ato gadgets që janë thelbësore për bralerat. E njëjta gjë vlen edhe për Star Powers. Sigurisht mund të mos keni një gadget për çdo braler, por të paktën llogaria juaj do të jetë e balancuar. Të gjithë bralerat tuaj do të jenë përgjithsisht në të njëjtin nivel dhe do të mund të përparoni.
Të jemi të sinqert, disa gadgets ose Star Powers janë shumë më pak të rëndësishme se të tjerat dhe mund të bëni pa to ndërkohë që punoni për të çuar të gjithë bralerat në të njëjtin nivel. Pasi ti keni çuar të gjithë bralerat tuaj në Power 11, atëherë mund t'i lejoni vetes të blini ndoshta Star Powers të tjera. Një të dytë për një braler, ose edhe gears shtesë. Megjithatë, mbani parasysh që duhet të ruani një sasi të caktuar ari, sepse kur të zhvllokoni një braler të ri, do t'ju duhet ar për ta përmirësuar atë. Nëse i keni shpenzuar të gjitha burimet tuaja vetëm sepse bralerat tuaj janë në Power 11, atëherë mund t'ju them se do të zhgënjeheni shpejt kur të kuptoni që nuk mund të përmirësoni asnjë braler në Power 5. Dhe duke folur për kursimin, do të bëj një ndërhyrje të vogël. Nëse jeni vërtet të motivuar, mund të kërkoni metoda falas që ju lejojnë të blini Brawl Pass Plus. Është një nga elementet më të rëndësishëm në lojë, sepse ju jep një sasi të madhe ari, pikësh fuqie dhe shpërblime shtesë. Dhe nëse gjeni një mënyrë për të siguruar para të vërteta për të blerë këtë Brawl Pass Plus, do të keni një avantazh të madh. Dhe harroni menjëherë faqet e dyshimta, reklamat mashtruese, apo çfarëdo tjetër që mund t'ju shkojë ndërmend. Parat nuk bjen nga qielli, kështu që për t'i siguruar këto 12 euro, do t'ju duhet të shpenzoni pak nga koha juaj dhe të gjeni një metodë ose një aplikacion që ju lejon të fitoni pak para. Pra, kjo nuk është për të gjithë dhe mund të marrë shumë kohë, por me këmbëngulje do t'ja dilni. Ju rekomandoj të shikoni tutoriale në YouTube për të gjetur mënyra si të siguroni këto 12 euro. Mund të provoni fatin edhe me YouTuberat. Ndonjëherë disa prej tyre japin Brawl Pass Plus falas, ndaj mbani syt hapur. Dhe mund të keni mundësinë të zhbllokoni këtë Brawl Pass të famshëm. Për shembull, në rastin tim, unë tashmë kam dhuruar disa për abonentët përmes sfidave të vogla. Sigurisht, kjo do të vlej vetëm për një pakicë prej jush. Nuk duhet të prisni të merrni një Brawl Pass Plus falas çdo muaj në këtë mënyrë. Le të themi që pak nga pak mund të kurseni mjaftueshëm për të blerë Brawl Pass Plus. Por në këtë pikë, po largohemi pak nga tema e Brawl Stars. Dhe nëse nuk mund ta marrësh Brawl Pass Plus, nuk është ndonjë gjë e madhe. Brawl Pass i klasik është më se i mjaftueshëm. Pasi të keni grumbulluar burime në lojë, do t'ju duhet të ndiqni këshillën e 4. Luani me zgjuarsi. Koha juaj është e vlefshme dhe nuk mund ta humbni kot. Nëse doni të përparoni shpejt, shmangni hartat e përditshme. Është më mirë të luani në mënyra ku mund të fitoni trofe për të avancuar në tropi roat dhe të zhbllokoni më shumë shpërblime që ju ndihmojnë të përparoni. Mund të kontrolloni edhe misionet tuaja dhe të shihni nëse mund t'i përfundoni së bashku. Siç pam më herët, arrita të përfundoj 2 misione njëkohësisht vetëm duke bërë 60.000 dëme në Game Grab. Ja, këtë e quaj, të luash me zgjuarsi. Duke luajtur për 1 orë, mund të jeni po aq produktiv sa dikush që luan për 2 orë. Dhe për të bërë përparim, nuk është e nevojshme të luani patjetër si ekip. Mund t'i luani të gjitha ndeshjet tuaja plotësisht vetëm. Nëse doni të fitoni shumë trofe, atëherë të luash si ekip bëhet e rëndësishme. Por në rastin tënd, je një lojtar free to play, dëshiron të përparosh dhe mund ta bësh këtë rrugëtim plotësisht vetëm pa pasur domosdoshmërisht shok skuadre. Ndoshta po mendon se në disa raste të kesh shok skuadre do të jetë e rëndësishme për të fituar, sepse zakonisht lojtarët e rastësishëm nuk janë shumë të fortë. Për këtë pikë, jam dakord me ty. Por për qëllimin e përparimit, qartësisht nuk ke nevojë të kesh shok skuadre. Lëre mënjan e gon dhe prano humbjen, edhe nëse është për fajt të shokëve të skuadrës. Keqardhje. Të paktën ti more vendimin të luash, u përpoqe dhe më e rëndësishmja, u përmirësove, krahasuar me ditë që do të pres derisa të ketë shok skuadre para se të fillojë lojrat. Ai person thjesht do të humbas kohën dhe do të rrotullohet në vend. Të përmirësohesh në Brawl Stars pa paguar nuk është e komplikuar. Duhet të luash, pra, luaj dhe luaj akoma më shumë. Me kalimin e kohës do të përmirësohesh patjetër dhe do të çelësh bralera të rinj. Dhe këtu, këshilla e 4 vazhdon të vlej. Luaj me zgjuarsi. Kur të vinë momenti për të zgjedhur bralerin, do të përballesh me një zgjedhje. Do të kesh mundësinë të çelësh bralerin që dëshiron nga 2 apo edhe 3 bralera. Dhe pikërisht atëherë do të duhet të marrësh një vendim të zgjuar. Zgjidh bralerin që njeh më mirë ose atë që mendon se do të të pëlqejë më shumë. Për shembull, nuk duhet të zgjedhësh tit nëse e di që pothuajse kur nuk do ta luash në fund. Duhet të bësh zgjedhjet e tua bazuar në preferencat e tua dhe mbi të gjitha në forcën e bralerit. Nëse ke mundësinë të çelësh një braler që është shumë më i fortë se një tjetër, atëherë patjetër duhet të zgjedhësh atë braler. Dhe do të jetë në dorën tënde të vendosësh nëse një braler është më i fortë se një tjetër. Sigurisht të duhet ende pak njohuri rreth lojës. Për këtë arsye, qëndroj i përditësuar me lajmet e Brawl Stars dhe me atë që po ndodh me lojë. Nëse për momentin një braler është më i fortë se një tjetër, zgjidh atë. Është kaq e thjeshtë. Duke ndjekur lajmet më të fundit ose duke parë video për Brawl Stars, do të fitosh njohuri rreth lojës që do të të ndihmojnë të marrësh zgjedhjet më të mira për bralerat e tu, si dhe për pajisjet Star Powers dhe gears siç folëm më herët.
Gabim i madh, mos zgjidh një brawler që sapo është lëshuar. Me siguri do të tundohesh të luash me brawlerin për të cilin po flasin të gjithë, por ky mund të kustojë shumë më tepër se një tjetër me të njëjtën rrallësi. Për shembull, këtu brawleri i ri që sapo ka dalë kushton 1.900 kredite, ndërsa nëse zgjedh Mortis, mund ta marrësh për vetëm 950 kredite, gjysmën e çmimit fal një zbritjeje. Kreditet tua janë me të vërtetë një monedhë e vlefshme. Pasi të kesh bllokuar gjithnjë e më shumë brawlera në lojë, këshilla e katërt për të luajtur me zgjuarsi: vazhdon të vlej. Por për këtë do të duhet të ndjekësh edhe këshillën e parë, qëndro aktiv. Gjatë gjithë rrugëtimit tënd në lojë, do të ketë shumë mundësi për ta bërë përparimin tënd më të lehtë. Për shembull, së fundmi, të gjitha masterit në lojë u dyfishuan, dhe pikërisht atëherë do të mund të zbulosh këtë event dhe të përfitosh sa më shumë prej tij. Luaj sa më shumë të mundesh për të rritur masterit dhe për të luajtur me brawlerat legjendar, sepse me që të gjitha masterit janë të dyfishuara. Nëse luan me brawlerat legjendar, do të fitosh shumë më tepër shpërblime dhe shumë më shpejt. Nëse zakonisht fiton 65 pikë masteri për çdo ndeshje të fituar, me këtë event të përkohshëm mund të fitosh 130. Prandaj duhet vërtet të përfitosh nga kjo. Dhe gjatë këtyre eventeve unike dhe të përkohshme, do të duhet të vendosësh prioritete. Kur ka një event unik si ky, nuk do ta kalosh shumicën e kohës duke bërë harta në betejat miqësore që nuk të ndihmojnë të përparosh në lojë. Do të luash sa më shumë ndeshje të mundesh ndërkohë që eventi është aktiv dhe duke bërë këtë, po vendos prioritete për veten tënde. Dhe kjo në fakt është një pikë shumë e rëndësishme për të përparuar në lojë. Do të duhet të vendosësh qëllime për veten tënde. Çfarë është e rëndësishme? Çfarë do të doja të arrija? Për shembull, mund të vendosësh si qëllim të çosh të gjithë brawlerat e tu në rangun 20 ose 25 dhe mund të them se do të duhet goxha kohë nëse po fillon nga e para. Pra, nuk mund ta çosh një brawler në rangun 30 nëse nuk ke çuar tashmë disa brawler në rangun 25, për shembull. Do të hasësh shumë vështirësi. Do të marrë një kohë të çmendur dhe do të përparosh vetëm me një brawler, ndërsa me të tjerët mirë do të jesh shumë i dobët. Është më mirë të dish të luash të gjithë brawlerat në mënyrë të mirë sesa të jesh shumë i mirë vetëm me një. Është gjithashtu e rëndësishme të përmendet se duhet të kënaqesh gjatë lojës. Nëse, për shembull, të pëlqen Star Cup, atëherë mund t'i vendosësh vetes si qëllim të luash dhe të arrish një nivel të caktuar në Star Cup. Mund të marrësh edhe çmimin më të mirë, po mendoj veçanërisht për rënien legjendare të hyjeve. Vendos vetes prioritete dhe mbi të gjitha qëllime që janë interesante dhe që do të kënaqen, për sa kohë që këto të ndihmojnë të përparosh në lojë. Për shembullin ton me Star Cup, nuk duhet të kalosh një nivel të caktuar, sepse pas asaj pike do të bëhet shumë e ndërlikuar dhe nuk do ta shfrytëzosh mirë kohën tënde. Do të përfundosh duke humbur shumë orë duke u përpjekur të arrish, për shembull, një rang legjendar që ndoshta as nuk do të arrish, dhe kështu, nuk do të marrësh shpërblimin. Tani, ndoshta do të pëlqejë të ndjekësh këtë qëllim shumë sfidues, por mund t'i thuash vetes gjithashtu se do të gjesh të njëjtën kënaqësi duke luajtur, mënyra të tjera që janë po aq argëtuese dhe që në fakt të japin shpërblime. Duhet ta kuptosh mirë që nuk duhet ta detyrosh veten. Mos u përpiq të bësh gjëra të pamendura. Fokuso fillimisht te ato që janë të arritshme dhe mos u vër pas gjërave që janë shumë të ndërlikuara. Mund të ndodhë gjithashtu që të duhet të lësh përkohësisht qëllimet e tua më njanë. Nëse nuk ja del dot, është në rregull. Thjesht jepi vetes kohë. Të kesh prioritete do të thotë gjithashtu të bësh zgjedhje. Prandaj do të duhet të përshtatësh zgjedhjet dhe brawlerat e tu sipas lojës. Është diçka mjaft bazike, por nëse, për shembull, ka një kombinim që është në trend dhe funksionon shumë mirë në Brawl Stars, ose, për shembull, kohët e fundit kur dolën mutacionet, si ato për Racheljet ose Colonel Ruff, të cilat ishin jashtëzakonisht të forta, atëherë duhet të japësh përparësi të luash me ata brawlera. Për shembull, unë përfitova nga mutacioni i Colonel Ruff, i cili kërceu kudo dhe ishte shumë i fuqishëm, për ta çuar atë deri në 950 trofe, edhe pse më parë kisha vetëm në 500 trofe. Thjesht sepse brawleri është jashtëzakonisht i fuqishëm, duhet ta shfrytëzosh shpejt. Gjithashtu ka të bëjë edhe me të luajturit me zgjuarsi. Dhe në këtë mënyrë, Çelisa një mori shpërblimesh në masteries sepse ishte vërtet e lehtë të fitoje. Vendos vetes qëllime, rishiko prioritetet e tua dhe mbi të gjitha, argëtohu. Nëse nuk po argëtohesh me lojën, nuk ka kuptim të përparosh dhe do ta vësh re shpejt që përparimi yt do të ndalet nëse nuk po e shijon vërtet. Dhe sa më shumë të kënaqesh në lojë, aq më efektiv do të jesh. Kjo do të lejojë të shtysh qëllimet e tua edhe më tej. Do të luash më shpesh dhe për periudha më të gjata, dhe përparimi do të duket i lehtë ose të paktën i këndshëm, sepse po argëtohesh në lojë. Në rastin tim, disa mënyra loje janë shumë argëtuese për mua, ndaj priren t'i luaj më shpesh. Dhe në fund, koha e lojës që kam grumbulluar do të më ketë lejuar të përfundoj të gjithë Brawl Passin dhe të çel shumë Star Drops shtesë.
Sigurisht, ky këshill vlen nëse ke kohë të lirë. Mos e bëj këtë nëse ke një orar të ngjeshur. Në çdo rast, mos u dorëzo. Përparimi në lojë mund të kërkoj kohë, por duke ndjekur këshillat që të kam dhënë, do t'ja dalësh lehtë dhe do të shohësh që do të ecësh përpara më shpejt se sa mendon. Qëndro aktiv, menaxhoj me kujdes burimet e tua. Vendos objektiva dhe prioritete për veten dhe llogaria jote do të maksimizohet për asnjë kohë. Me këtë, shpresoj që e keni shijuar videon. Mos hezitoni të lini një pëlqim të madh për të më mbështetur dhe abonohuni në kanal nëse nuk e keni bërë ende. Me kaq, ky ishte Frizi dhe do të shihemi së në videon tjetër.